është transmetuar nga Abu Umama al-Bahili se i dërguari Allahut paqja qoftë mbi të ka thënë: vërtet, Allahu i krijoi profetët nga pemë të ndryshme, ndërsa mua dhe Aliun nga një pemë e vetme. Unë jam trungu i saj, Aliu është dega e saj, Hasani dhe Huseini janë frutat e saj, dhe ndjekësit e tyre janë gjethet e saj. Kush kapet për ndonjë degë të saj shpëton, kush devijon bie në humbje. Edhe nëse një adhurues do të adhuronte Allahun për 1000 vjet, pastaj edhe për 1000 vjet të tjera, e pastaj edhe për 1000 vjet të tjera, nëse nuk e arrin dashurinë për ne, ehli bejtin, Allahu do ta hedh përmbys në zjarr. Pastaj recitoi ajetin 23 të surës Shura, thuaj: unë nuk ju kërkoj ndonjë shpërblim për të, përveç dashurisë për të afërmit. Ky hadith gjendet në librin Shawahidut Tanzil li Qawaid at-Tafdil i Hakim al-Hasakani, vëllimi 1, faqe 554.